Por kur që e kërkon nga dikush tjetër, lumturinë, të ndërlozër, është sikur se me kriju, sikur se me kërku nga dikush, me kriju dikush tjetër. Që sot për safët i bëndi qysh. Për shembull, me po me thonë dikujt, hajtë krijom ti bre burr se i shumë i meqëm se s'po më pëlqen që më ka kriju Zoti. A mundet qaj me kriju? Allah thot, len yakhluqu dhubaban, ata një misun e kriju, një insan apo. S'ka mundësi apo. Qështu parafërsisht i bjen apo edhe hajtë ti disponom se me Zotin s'm po s'muna me kënaqur. E lën Allahu xhallahu ala përshëndetesh me besimin, përshëndetu me jetën e mirë apo. Përshëndetesh me rrugën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, përshëndetu me gjoksin e hapur dhe jetën e hatë, përshëndetu. Ligji Allahut është kjo. Nuk mundesh. Dhe Allahu thot elem neshra. Të ndrozër, dikush mund të thotë, po ka tjerë që të lumë të resana, unë nuk di që ka në brendi tyne, nuk di, por e di që ka në qëtet. Një pyetje për juaj, si kur të ishte e mundshme, dikush tjetër, me erahatu shpirt në njerit, dhe me qecu zemrën e njerit, pas Allah xhallahu ala, a do të ishte kjo begati që vlen mja përmen që të këna dhona? Jo, se Makedon të pa dhe këtu muna me marrën aftën. Allah ja ka përmen diçka që kur kursën te apë që në të këmëdhonë. Përndaj, në nga kjo kuptojmë se qetësi shpirtore, rahatit brendshme, jashtë rrugës Allah xhallahu ala nuk mundesh me gjetë. Jashtë besimin nuk mundesh me gjetë. Vallahi ata që kanë pak kënaqësi shpirtore, e kanë për shkak të disa pjesët besimit që kanë met, jo për shkak të dunjos apo. Sikur që thotë Ibn Taymi rahimullah, çdo dritë e udhëzimit në dunjë që met dikun, është për shkak të dënimësimit pejgamberit që met veç ato. Veç aty ku është errësu jeta nga mësimet e pejgamberit, është errësu nga çdo aspekt. Nuk ka mundësi me ndryshu, nga sa Allah ta i ka qenë dritë. Ky është ligji i Allahut xhallahu ala të ndodhur. Është ligji i Allahut. Nuk ka mundësi ndryshe. Udhëzimi e zgjeron jetën, e zgjeron gjoksin, e zgjeron mendjen. Devimi e ngulfatat e, për shkak se epshi ka kërkesa të vazhdueshme. Apo jeta që varet nga kënaqësia e njerëzve është jetë që domon kur nuk ka rahat, gjithmonë pret diçka apo i ndodhin gjëra të pakëndshme, të papritshme, të paparashikueshme. Alhamdulillah që kam Zot Allah, as kam tjetër Zot. Elhamdulillah që kam Zot njerëzit. Elhamdulillah që kam Zot karrikat e parat e pushtetin. Elhamdulillah që kam këtë Zot. Që ta më diktu mu jetën edhe më orientu mu kahin këtë më shku. Elhamdulillah. Elhamdulillah që kam Zot Allahun krijuesin. Elhamdulillah. A nuk qëtëson kja? E kur është raditu, apo, në dhikën e sabajt, jam i knaqë që Allah tjetë Zot. Po halan nuk knaqë është pa të livdu filoni. Ku është deklarata? Dhe njështë fatkecisht, jetën e kanë të dirigjuar nga tjerët. Nëse i livdojnë, gëzohen. Nëse ata i shajnë, ngushtohen. Ne njerëz, Allah. Ne njerëz, rri gjoks hapur, rri krah hapur, rri rahat në besimin në Allahun xhallahu ala, me vëmendje të vazhdueshme, me ato në fund që më pranë. Wa ila rabbika farghab, ka Zoti mësyja, që atje gala jote, çka thot Allahu xhallahu ala, çka thon njerëzit, është kapitull që hala kur kush s'ka mujt pikën me ja vendos apo. Hala di kur s'ka mundon që atë që tu kanë fol hallku, mos flasin sot e kësaj dite. S'ka kështu apo.